Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterran. Jam bashk me Summer një kafe më labin bashk me juve, po jam këtë pjesë këtu bashk me Lumin e me Taulanten, sonte një ndryshim krejtësisht tjetër në kuadrë të emisionit një kafe më labin. Për e në parë, unë lirona. E keni pa që kom qenë bashk me ta, kom bo intervjis bashk me ta, kom bo intervjis her me njanin e her me tjetërin, kurse sonte, ball për ball, një intervjis si as një herë tjetër. Fidani kur njëtën e vetë nuk e ka provu gazetarin, edhe pse Albani ka pas fatin me qenë edhe prezentues i lajmeve e paka shumë njës i mirë i gazetaris. Sfidus sonte është Albani. Fidan, inshallah ja delt. Inshallah ja delt. Ja delt, për mu është një lehtësim sonte. Faleminderit shumë që ma kilon, ma ki marrë dhe me thonë këtë pjesë. Kështë që Alban me sfidu me pas për balë vlam, është pak këgja e fështirë. Mësë më ndo nuk i ka këtë pytjet për vetit, i ka që klume që a kom luna atë se të këtë bomba kitë kishë marrë me të mirë, po bakt i ka disa prej pytjeve që a jonë aty bakt me spec, po ndëgjom, nuk e ki vla, për këti momentit nuk e ki vla, e ki Alban me metë për atë vetës, po ej, që shëdën rendi, që shëdën zakoni, filloja me kongë. Sa gota u deshtën, sonte me i pi, me thyeshtjen, me mpa në sy, se ka kohë, ka shumë kohë, që ma fshin shikimin. Qka ke fshehur, zemër gjithë jetën, mes që dehur, e fletë vërtetën, pa një gotë, pa e që një gotë, nuk e marrë guximin. Ball për ball, sonte jemi të dy, më trego, s'paku një herë, është halal fjalla në sy, am ke dasht, ndo një herë. Ball për ball, sonte jemi të dy, më trego, s'paku një herë, është halal fjalla në sy, am ke dasht, ndo një herë. Ball për ball, s'po me levdu se të kam lovësh, falenderit. Alban, lava e mirë. Lava si gjithmonë, na që dhe si farë vështirësi pak, na sfidën. Kështu që për mu nuk është bashkë e letë, po mënona me lujt moderatorin, përshkruna pak vetën me 3 fjallë, kështu shkurt. është problem tash me përshkru vetëm para teje, se ti mje. Ja, llogaritis që mu sëm nje, edhe vazhdo. S'po di, une po mëndej si tip jam kështu i qetë, i ndëgjushëm dhe pse kove të fundit po më thojnë që s'jam bashkë i qetë, po mendoj që jam i qetë, tip familjar dhe qa me thonë tjetër, i përkushtu ndaj punës. Për shambull, nëse të njëtën e këshengu veç një kongë, cila i shkon që e kongë që pe sodit, ma
me pas veç një mundësi me ngu veç një kanë. A pyetje e shtirë ka, s'ka me ndu kështu heq. Cila kështë? Monët me kanë edhe anglisht, nuk është problem, do me kanë kanë përgjithësi. Ja din diqysh nashta që s'moj pa ndëgju jo, veç kur do që ndëgjoj, më pëlqen nështë është Michael Jacksoni They Don't Really Care About Us. Okej, super. Pe popullorës dola. Po jo, po më ndoj sare ndëgjoj më pëlqen. Që te ki zërë, se të veçëm pak ma zërë e pas në. S'ja besej shumë ljabit. Ja merë dorën, Një zakon, fillojmë kërka emocion, po një zakon që ki që ditë shumë kështë. Zakon që ditë shumë të edin. Zakon që ditë shumë. Jam kështu njerëzit nashta më njojnë, nashta pej televizionit e kanë atë përshtypjen që unë jam ndoshta shumë serios, kështu po në fakt jam shumë crazy në atë aspektin, kështu kam qef gjonat me qenë humor ma shumë dut gjatë kohës. Nuk jam absolutisht pej tipave serios. Unë e di veç, ju ka dhu njerëzë. Adin që s'po të këshyri ty jeshtë, po më ndaj që je love se me të po ty. Unë së djem moderator, nuk di kur gjë për ty, asë po ta këndërshtej. Mund është edhe me këndërshtu në erë me thonë së është të vërtet. Ja, sot pelu i rolin e gazetarit, ta më kështë. Në krejt karrierën, do më thonë që ke kriju dhe i tash, a ka pas në i moment që ke thonë po du me hek dorë, që tash ose në i sfid e madhës që ke menu edhe me hek dorë për muzikës ose për karrierës. Pritemi jo këthy shumë asaj temës kur kam qenë me grupin Aurora, se është bëma edhin është folë shumë për të edhe me rikëthy si temë, po ndështë ka qenë që ajo periuda kur jam do prej grupit, që ka qenë një moment që nuk e kom ditë ndoshta se qka du me vazhdu në të ardhmen. Ndoshta që ajo ka qenë periuda ma e ramë për mu se knej të e dasht muzikën shumë, knej është dasht më tërhek prej pjesës të grupit, edhe nuk e kom ditë se që shko me vazhdu tutje. Adin dëshira ka qenë shumë e madhe me vazhdu me muzikë, po që fatmirësisht unë e kom pas profesionin si gazetar, që e përmendet edhe ma herët... Së dhe në më kishë një mund sa shka gjashë. Ndërsa ajo ka qenë një pjesë që ma ka lecu pak se kom mendu që do t'jem pram publikut për mes medjave, ndoshta pak ma ndryshe, jo si këngëtar, po si moderatori lajmeve, ose një prezentu si ndoj emisioni qështu si labi diqka arktus. Po ajo ka qenë periuda ime ma e fështira që është dash më distancu prej diqka që du shumë, po fati jam i mirë është që kom vazhdu me muzikë në një formë pak ma ndryshe të zhanërit tjetër, po që vazhdoj me qenë pjesë e muzikës edhe jam shumë i lumtur atë. Për shambull bjen me flejtë sëd, edhe që është mëngjes, cili është këngëtari parë që të kishë rënë men me bëhet duet me të pa menu heq kështu. Edhe kur të qona, edhe kur bi me flejtë, edhe kur dë, për ka muzika popullore është Kingu jonë, Sinan Vllasalio, që unë e du po mendej edhe jam frymzu ndërsa mas shumë të prej muzikës tina edhe aja është si në mes ditë, si në mëngjes, si natën, si kur dë, është Sinan Vllasalio. Super. E për shambull tash nëse jo lajmet, nëse jo këngëtar, po që të qëllën me kanë DJ-n, ne më cila është ka nga parë që i këshel. Kjo shumë e fortë, Alban DJ. DJ Albo, mas pari. DJ Pano. Ne kanë që e kësha lëshu qëfar dhe ka nga parë që të shumë men jam e lëshu në diskotekë për shambull, ose një mërami ku dhe që e këshe majtë si DJ. Mënët me kanë edhe në plazha, që apo dhja në diçka interesant. Ne kanë nga Geta Gjizit, e kësha lëshu. Okej, mirë ti... Për momentin miki konga, ke lumi unë për ty bashkëpunimi me Vesën, ti e den tash vë foli
që lëshojmë edhe kur I kemi pjesë Jo, të për herë parë jam të një qëtu sanë. Djemë që vocës djeju. Okej, është lumi unë për ty, po, me vesën që e kësha lëshu, se besej që I rrinë edhe cili do ambient, kështu I rrinë si kongë ritmike dhe mirë. Këtu pytje në pasna, nëse kështë ndru profesionin, qaj shëbo, në ta shpedi që të thu gazetarë dhe pështën pak si malet, po në po të ndërrej pak pytjen, nëse jo këngëtarë dhe gazetarë, qa kështë bo një profesion ma të rëndën, diçka të cilë të shkonë që kështë ditë me bo. Qa ka kete? Kësha qelë plast kjerë. Të edhin që kjerët I kam pasion, I kam qef shumë, edhe bashkë me ty sigurisht, kishim me qenë... Ja, ne më shumë mirëm gazetarie, s'po përzina. Mirë për shkon emision, ja. Mirë është të ecë. Kisha me qenë trektari kjerë sigurisht. Aksi mirë, aksi do lëvergjie, mja u lëmë. Nështë pak do lëvergji, pak. Mja u shqitë gullëzim për BMW, atë që jetë. Ka ne konsideran rival pozitiv në atë aspektin s'kenë. Ta shkëm që ore fatë shtiti, vetë në rival për momentet e kom këto edhe në skenë edhe ofër meje. Kështu që rival, po mendej, ashtë që mos me përmende emra tjerë, po mendej që ti. Amo për në aspektin e mirë. Mirë. Që më kishë bo edhe më një mirë, edhe me qenë të rivali jam edhe me po sukses. Edhe ma shumë se onë, isha një shumë mirë. Cila konge ju të jam me nën, që nuk ka morë suksesin që e meritan. Shaull që ty të pëlqen, po nuk... Që kongë që më ka pëlqy shumë, kur e kam realizu, besej që do t'a këndojmë me djemët ma vonë në emision, është konga kosovare. Që mendoj që është një kongë shumë e mirë, I dedikohet shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit edhe po mendoj si gjithë se cili prind shqiptar ka shef fëmija tyne me pas një nuse shqiptare ose burrin shqiptar, edhe pse jetojnë jashtë vendit. Mendoj që, po ndoshta edhe nuk e kam realizu me videoklip, ka qenë në një program festiv të vitit 3, ndoshta se ka morë vëmendjen e duhur, e që në atë kongë e du bukur shumë. Kom prit, po mendoj, kom mendu që ka me mu prit ma shumë. Cilin menim tonin e ki... Po mendoj më së koha që tash mi falenderu sponsorët. Falenderoj sponsorët e emisionit, pa ta unë zëti shak të. Edhe fëtoj halo sponsora, pëse ju. Ja njësi këmë me këshur me që jelë emisionin e vetë. Tash këmë të menu si biznes këtë varpun. Cilin menim e ki të që shumica njerëzë nuk e pëlqenë, për shembull që të kini menim që ta kanë kundërshtu shumë njerëz ose s'ju pëlqen çaj menimi ju. Pyetjet e forta kanë. Pyetje zjarm. Ç'tash po më duket më lehtë që jam që kënej po të kallëzoj. Okej. Mendoj që BMW është ma mirë se Audia. Dhe këta kemë fërkën ma të modhe me shësni. Ka dhe asi këtë që të menojnë që është Mercedesi, po Mercedesi është mas 50 vjetëve. Për jashtë e vetën, se ti dhe thu zakonisht për mu që të pyetje besej, kush është personi që I ndonë ma shumë menimet në rrethin tënë. Mu për jashtë tënë se... E cilin I ndoj mendimet ta? Po, që në rrethin tënë. Përputhën mendimet bashkë. Së di, vëllaj, ka... Ta vështirësua pak se e ka vetën. Apo në të lovi, po... Ja, se së është interesant, mu më në emisioni mu këshyrë ma shumë, apo pëtën, se jam jerin këtë profesion. Me ka një ndaj mendimet mas shumë ti. Ja, s'kam ide në është ta që me ty. Ne që është tani pe luj këtë zgjakerin, Ari. E po. Vllai tjetëri. Mirë në zera. Kemi mendime shumë, po më ne që na përputhën në shumë aspekte. Na I gjes diçka në emën dashnis që ke bo, na I budallaki.
Qoftë edhe majri kur e ka nëse... valla, jam ki kujdes. Ja. Po me në kove të fundit. Ja, për kove të fundit, po pak majri kur e ka jo shumë i ri. Tu mina... Një gjestë që e kom bo, që jam djeg fort, ka qenë emisionin e labit. Gjithë në emisionin e labit po djegër. Gjithë. Që edhe së do djega. Ka qenë emision të labit, kër kam qenë me nusën fjollën musafir, edhe që shtu më ka qitë që me ty, bal për bal. Edhe një bast, ma kam bo një bast me një kohë caktume me hum peshën e. Edhe e hongra forën u lidha me ta. Edhe labi tha nëse hum bastin, ka me zgjedh fjolla një dëshirë, një pushim kuda që dëna ajo, mu ka dosh me shumë Dubai ato shërën që ati basti. Ma letë i kështë e kila dhe lojnë bës. Unë e sa di përgjigjem, po të këshyri avokat zënë drejt, para publikut. Për qëfar të kritikojmë vazhdimisht, po të vazhdojnë me bërë. So në di sakt. Ljab një sërë dhe, në brashë më safirë jo një radhës, ljabi. Më kritikojnë mas shumë të se vonona, në termina vonona shumë, hiq ma larkë se sot më ka prit një 40 minuta, e thash për 5 minuta për dalë. Edhe, do më thonë, i ka numru një dit, i ka dalë që 3 vjetë komplet, mi mledhë kështu 3 vjetë, i ka ra me më prit. Jam shumë i kesë në termen, jam, do më thonë, ndoshta edhe pa arsye hiq, ose i zhagiti sanët edhe gjithë vonona. Këtu tash i kam do pyetje pozitive, para se me t'i bëjë qëtu, për bojna pak më interesant. Hajde. E kam një pyetje që është këtë gjatë qëtë një sfidë. Hajde. Rënditi 5 emra, do më onë test radhës, unë ti thëmë që ta shemnat, ti kime rëndit 5 parit, deri te i 5. Do më onë, kime bot të plisët... A 5 dhe i te parit? Pa morë para së të po. Ti thash e anis 5 dhe e zbuta që është dush. Hajde. E ki... Ma nuk i nje. Nuk i raport heq me ta. Si nje heq, shumë letë. S'ki komunikim heq me ta. Bilip, kom duket... O, po letë ka ka. Jo, është një të këgën. Këtë hujt jo. Yllë dhemaj. Ta vëllant Bajralio. Buraku. Ermoli. Denik Prizreni. Rënditi si pas të jetë dhe është 5, 4, 3, kështë me ra. Tash mu veç po mu dash ka me këshyrë raportin, se tash... Raportin shoqënor që zherën si pas. Që në tonë Alban... Dhe nuk në zirë është nëse di. Tigërësh, as në tigërësh. Ajo më është me ta dhani atyre. A qona në që atja lumi unë për ty. Jesë menove që po pështën të labi që ashtë letë, ajo keve shë më zi. Unë e i djekë gjithë. Okej. Do më thonë ati, a kondoj me ti përsërit, se s'pedia i mojtën men. I mojtën men, për ndokët. Numër 5? Pianisi 5, që po shkoj, nështë që kam ma pak raport me të, është Denik Prizreni. Edhe pse shok e kam, po letë ma bënë halal. Letë ma bënë halal edhe këta tjerë krejt. 4? Me gjithë të 5 shë janë, kështu që s'ka prejkë. Po dhe, tash nuk me qitë krejt në dësh ose në nish. Po. Që kam qare, tash do të me bo një zgjedhje. Po. 4? 4 që... Po shkej me ta Hollandin, edhe pse të të nga kam jo me të hatri, se adin është një farë, kështu po letë ma bojnë halal në aspektin, e që ta shumë ngushtohet. Me milimetra pedalojnë. Se prita që po ngushtohet, nëse mendova që po mi thu do të generata matë më shumë e kësha pas shumë letë. Kej, dhe jam e të sfidu, se me të më shumë kështë pas letë. 3? Do më thonë 4 që i keta Hollandi, 3-shin e kësha shti Burakun e një, do më thonë ka shumë vite që njifemi me të, kur ka qenë Buraku edhe muzikant me grupin Fama, si klarinetist, na punojmë shumë ma të bashkë, edhe po më ndej për gjithë kam respekt veçant, janë se cili veçant në aspektin e vetë. Moderatori është. Po më falë lab. Janë se cili veçant në atë aspektin e vetë, se cili e ka publikun e vetë, e ka ato, edhe ku, tash, një me po ngushtohëna. 2? E kësha shti Ermalin në dësh,
kam respekt veçantë për këtë dhe mendoj që pej gjeneratave të reja është këngëtari dhe muzikanti ma i mirë edhe ma in që është edhe yllin e lash nesh se e kam fort jaran e kam edhe s'kam qare edhe di që edhe pse ai më ka thonë ta se së midhnohet Albani ma futi tha diçka u konë diçka për keq ma pat ngull po në nuk përbona asi për vlerësoj si një djallë shumë punëtor edhe që unë e vlerësoj edhe si shok shumë edhe kam raport ma shumë i garantit sorën me ta edhe qashtë mundova dhe qysh qëre këta për vetë faktin që kënë të 5 që janë se cili maj mjës e tjetëri po sfidu mi rendit Pesqa e këta kënë moshkë do më thonë edhe Taulantin kam shumë respekt për të u kryt ashtë e kryt i pret se ki femna edhe ata kena me sfidu në parë në kështë nëse jo në është javë këtë Tash ki femnat e femna ka laj është tash është ma letë me nën kë shumë letë ka asë këto nuk i një eq asë djonën ja edhe këto duket qashtë po qashtë i qashtë të 5 që e femna e ki shkurt e gashi. Vira. Disha në gjë. Teuta Selimi, Kaltrina Selimi, më duke së njëhes, Mimoza Shkodra, edhe këto së një kërë qyshe Lorin. Më du të mi selektu që ashtu qysh kom qysh rrio, se kom nejtë ma shumë e to. Qysh kena dhe njerë? Shkurt e gashit, Teuta Selimi, Kaltrina Selimi, Mimoza Shkodra, Lori. Pianisi në 5 është Mimoza Shkodra mas pari, po më ndaj njifemi, po nuk rrallëm bjen më taku me të, edhe pse më ndaj që është këngëtare shumë e mirë edhe ka këngë shumë të mira. Po shkoj me Teuta Selimin 4. Bile Teuta e ka një kong, takoj nga unë bënit fala, ka qenë kong që mu ma ka ndërgu fillimish producenti, po nëse ka marrë Teuta dhe besoj që ka rënë në dorën e duhur, edhe së dhe shkonga që është. Lori është dukat këngëtare, dukat njeri, edhe inshallah s'ma merë për zë ku. Dë? Kena sfidu lashko. Dë këngëtare fort e mirë, që unë e du shumë është Shkurt e gashi, po tash s'muj me qitë nërë se Kaltrinën e kam tandem, që po nejtë shumë mëti me të. Së dashë me Kaltrinën se... Edhe pse i kësha krejt nesh i kësha qitë. Pesat i kësha qitë nesh, edhe i kësha lonë besa një 3-4 vena thot, mande i kësha fillu me tjera, po që s'kam qare pa i do. Që dëmë ti që qësim edhe tjera, të dhe të shumë asë ande i këshëra e ke... Ja, më smarën. Që dëmë një qësim në edhe tjera. Dështë, averi jam Shkurta, edhe ne shpelo Kaltrinën që është këngëtare shumë e mirë, edhe është shoqe shumë e mirë e jona, edhe që punojmë shumë bashkë prej fillimeve të saj që është fundë popullore, edhe që kemi shumë mramje dhe dasma bashkë. Nëse është dashtë me ju në YouTube tani këto momente me fshi diçka, qka kishe fshi? Cëllën këngë kishe fshi? Temana? Po. Jo të kujqive, jo të Fidanit. Jo, nuk e kësha fshi asë një, se për se cilën mendoj që një kam që... Që e prit ka shave për mes, një farë eksperimenti, apo thumër të? Adjo konga pa ajo foti që s'ka dollë në YouTube, se i shanin marrë sot me pas qenë në YouTube. Ti ke pas rasin e ke ndëgju shumë mati, po zbesrej që të kujtohet. është një kohë... Kuj ki kënu ata? Se kom kënu kur? Kur? Jo, e kom kënu në studio edhe ka met fatin një USB ka. Jo, s'pa ves për këta, për du kështo. Jo, në YouTube e ki. Qëlla është? Diçka me një DJ që u konë, jo me fshi, po është ma pak e preferu, me u konë... është një, po, është me atë... S'kam jas titullin tash. Qyshe habe. është ai reperi, mati e kom pas shok ato dhe... Nuk është ka nga gjezhe, po dishqysh nuk është najfarë... Ja, nuk është as natyre jam, ja. Po është dash me bo hatri ati shokut edhe... Alban Mehmeti edhe Eki është.
Okej, që po hi. E gjitha, që ke bora. Para? Se është ose si elektronike, se s'di që është as vokalit së... Ti s'ka revolt. Jo koma, Kjo virale kom të mu. Para në të ashtë të lejës kje mas shkrute. njeri ka vën. Jeshtë, Ka vën njeri. Fakti jashtë natyrës këtina ashtë të përse da. Okej, a përshkëm të ato specat e djeksa? Po se veç mi falenderu sponsorat me ashtë me ta bën. Po, pa tjetër. Falenderojmë krejt sponsorat se pa ta nuk ishtë boj misioni. Okej, Prishtina Tiketi, Aria Petrolli, Pavini Cafe, Prime Travel, Valone, Mediteran, ku jemi të realizu emisione. Përse që ka pua dhore. I vajzë shumë. Okej. Ljabë pas ka ubë në letërës, këtë i kënë zë thënë u e ljabë një mëmë. E kom hup qatë letër e djekës. A ke u këta? Qatë letër e djekës e kom hup. Në më tonë, kanë qenë këto specat e djekësa, po? Pikantet. Do pytje djekës ta kem, po s'ka... Po më ndonë qëto? I pas ka rënu. Po më ndonë qëto, po? Pol trapik on të Just vështu. me të kush ka shkruar. S'preferuat për njerës të ndjeshëm ndaj djekës, ti të dhëtë. Hajde. Del këne ma maljet e isë. Kusht ka shgënjy më shumë në estradë? Ka shgënjy? Po, hajde thuja. Jo, vëllaj, s'pëdila. Hajde, që... Në qëfar aspektim ka shgënjy, s'pëdi? Me pëta. Ja, thuje, ja del nga në për plosh dëvëgëll. Svidë. Ja, nuk kam asnjë, po më ndej, s'është, se adin qysh pritshmëri nuk e kam shumë të njerëzit, edhe më ndej nuk më shgënjej, nuk kam pritshmëri të madhe. Ndoshta ka një që kur e kam taku live më ka shgënjy në atë aspektin që e kam pas një mendim krejt ndryshe për të, po jo nuk kam dikon që më ka shgënjy, s'kam na jamën. Është pa mundshme pa që gënjë. Ndoshta me mendu pak mas gjatë, mund me dalë në islam, po jo. Kuke, po sa dush. S'kam, Jem ka një mëjë këtë gja mirë, djema. që ka mujtë me më shgënjy. Jem të nëzirë mirë. Okej, me lojmë pra. Me lojmë. Edhe pse unë e di fort mirë, po. Hajde, Jo, pe lojmë. Një mëma se s'pe Jo, pe lojmë, kur ti nuk do në me hinë ato unë, pëse me hinë. Që kesh, kur s'do në kë me hi ato unë. Pse Ja, unë? sonë se kësha kursi. Ani. Se kështë kursi, ja. Jo për vesë. Se qa ka shpija e se të fëmija këtu me si të ketë delat mu. Kam obligim gazetaresk, me kone që sinqert nuk obligu në qëto problem. A ke refuzu në erë në i bashkëpunim të malë? Të malë? Jo të malë, jo. Jo të malë, jo. A ka bashkëpunime që kam refuzu që s'kam mendu që është për mu. Në i ka nga se diçka që s'm ka pëlqy, ose ka pas mundësi që edhe persone që ka qenë s'm ka pëlqy edhe s'kam bashkëpun. Më thonë s'ki refuzu. Ja, kam refuzu, po jo të malë. Po atë ka refuzu të në kush? Si ka bo aki. Ajo, Se ti e din që ta kom përmen për dikën që e kam ondër jetësore. Ondër jetësore e kam me pas në repertorin tim, ose në, që me thonë, në bazën time artistike me pas një bashkëpunim me Sinan Vllazalion. Do me thonë e kam ondër me mu bo realitet, po që nuk asnjëherë se kom marrë guximin me thirrë, me thonë Sinan, a mujna me bo një bashkëpunim. Sinqer, nuk ka ma bashkëpunim. I tut, po unë e di Sinanin e një, edhe Sinani është kinga, po këtën, edhe është njeri ma për toke që e një unë, edhe pse legendar shumë i madh, po shumë për toke është, po unë s'kom pas asnjëherë guximin me thirrë edhe me thonë Sinan, a e këshëm bo një bashkëpunim në ere.
gjithmonë jam mënu të ves labin, laba, më nësh me folë të, se i këmë thonë dikuj na vetë, edhe sot me më thonë nuk kam gudzim. Edi, edhe një pyqe Alva, të Fidan për 2 kilogram mil, fajsem vite notes ga. Okej. Edhe një pyqe për atyt? Bek, jam urdorën, a vëshë? Qa menen që sështu funksionun showbiz? Kur që sështu? Për menim tonin, qa ko barjera, diçka që sështu? Po mendoj që për para kemi pas një farë njësie matë, se diçka e ke ditë. Edhe ju veçone për shëllet e kolegët e mi e ke ditë për shembull një kanë kur të ka pëlqy, ke mujtë me pas një farë njësie matë, se kështu një farë ndjenje që shkjo besoj që ka me dhezë, sot bashkë kur mendon të që dhezë, mas shumë ty, për më vakis dhezë heq. E po mendoj që shumicës të ndërsa është në rrugë trendi muzikës, a ku ta dione, veç përmdo këtë shumicës të këngëtarëve, na ka up topi pak. Se menën që është shkja, ka naj shkak diçka, që është problemi. Ndërsa ndrimi gjenerata, ndërsa ku ta dione, nuk kam me ditë probleme, mëse që ja këshëm gjetë sistemin. E kom një pyqje për dëtë. A e kishit ndru bendin për pagesë? As njerë. Jo me gjithë ma lirë, pëse ju. Nëse ki po folë ma letë, se mu mbjem përgjëtësia ma madhe këto. Polion e namën të Alvanit se është ekstremisht, është i lidhën me djemët edhe punojnë asë një kur shumë të gatë, edhe në kitë punë definitivisht dhvynë një ekip shumë e mirë për masë, se për ndryshe është problem. Në kitë rast për vlerësojnë edhe këta djemët, këtë se pa muzikantat mirë nuk ka asë këngëtari së mbënë kërgjë. Përgjëtësia madhe është me pas ekipën, veç me ka njani ma të lësëm në ekip, heq sa do muzikanti mirë letë është, me ka pak ma të lësëm, sidomos në kër e kemë në sezonën verore, që ngarkohemi shumë, anja si që vënohen, ata t'jepin stres, shashtrisin, ata zbojnë heq, po nëse është pak i bajatëshëm në atë aspektin, adin që nuk i flenë grupit, do më thonë është nuk vynë. Kështu që ne kam një ekip që i falenderej se cilin prej ty në mos të hi me emra kështu. I kam ekipën e mirë, sidomos Fidani është ai motori që shpesh herë na kur lodhemi ose ngarkohemi, ky e ka një farë energjie, këta një farë pozitiviteti. Aty adin qa bëj. Edhe e vlerësojnë, krejt grupi e vlerësojnë Fidin këtë aspekt, po edhe djemt i kam shumë të mirë që ndoshta her pas here nuk jena najnjani prej neve, nuk jena në momentin tonë më të mirë, po që tjertë e kthejme dhe ja kthejme dhe shumë e thonat pozitivitetin ose atmosferën e mirë. Një gjithë shumë malira i kështë ndru. Ja, unë e kom pas rastën, unë e kom pas x rastë e kom pas që na kam bo ftesa dikush që qapo dinë në ndërkoj ka dështu bashkëpunimi ti me dikën tjetër edhe ndërsa muzikanta shumë të mirë, po që unë nuk kom pranu me largu asnjanën për djeme. E përmende pak as ma herët Boston. Që ki uptonë, qka përdo me qitë bas tash kësaj here? Po, hajde dhe me mu me Dubai lidhë se... Një bast, hajde me Fidanin. Shpo di, jo që të ma një Boston, jo që me qasë për vetit letë. Publikisht. Ose deri në 10 orë me marrë guximin me bo një projekt me Sinanin, ose Albani, ose Fidani 60 në Dubai. Ani, thërmani ju. Thërmani ju. Ose Fidani 60 në Dubai. Cilin vend është në Dubai ti? O, lap, kjo është, nuk e din është ape respektit edhe dashnisë madhe që e kam për ta. Adin mendej që se di, adin edhe pse kam nejt shpesh herë, adin ka ro shumë herë me nejt me të, pas njerë se kom i asë rruga, e kom shiu të nejt me të, është një në tina dhe nuk kom i anej. Okej. Fidan, qësh ka për ty sonte? Ka gja sfiduse, ka gja problem. Se përveç moderimit që është diçka e ri për mua, me Albanin rrina në atë ditë edhe kam nashta pak ma problem me nëzirë ato diçka ma shumë veti se në të i ditë nuk është që hesha shumë, po për këto ke ma sfiduse.
Jo, sidomos top 5. Pyetje me top 5. Isë më ka do, kështë mundën me qenë sfiduse kur e the, po realisht sfiduse se kur ki raporte shumë mira me dikën frigosh që pe prish qatë mira, dhe ndoshta për diçka që po besoj që kemë mërë kuptim. Qështë të dak? Mirë më përqet, 2-3 pyetjet e para kanë mas shtira, ma ndeje jam urdë dorën bëjage. Nesërit me qiri një podcast kësë njerë. Unë për ju falenderit shumë që ju kom pasë dhe këtë vetë pjesë të Summer një Kafe Mlavin. E di që në natë e bukur, e kem ndryshë, ma e veçanë, përsa që unë gjithmonë kam qef me bon ndryshimin. Po nam lidhë dhe po kalojna dhe kom përmena disa herë tjera që nuk e ki, sidomos këtë pjesën edhe vitit 3 nuk e ki veç hajtë një emision që aty, po vim ledhe, më kalojmë kohë pak ma ikëm prej asoj rutinës tonë që kemë përditshme. Kështu që knasia jo në urej që ty të shkoj puna mbarë gjithmonë, edhe të kemi edhe shumë gjatë në këtë piku jeti. Unë për falenderoj dëve, falemderit shumë. Vend të njësës. Okej. Së për shatë ka riga zhëndryshë. Okej, falemderit shumë edhe une knasi pata me talëshu këtë karik sonte. Knasia jam, po e kuptua që e kini pun bagit zëshme, se pe shpisa dhe nështë letë me dhonë një këne anej, po definitivisht. Falemderit shumë. Unë e di që pjesa e fundit, dhe më tonë është pjesa edhe që përmbyllim edhe këtë pjesë dhe më tonë bashkë me kongë, e përmende pakës me parë që është njëra prej kongëve që i ki dash gjithmonë dhe vazhdojnë me dasht akoma dhe Kosovarën sonte po e këndojmë bashkë me Lumin dhe me Taulantin. Që i falenderojmë se arrum nështë pe sikletit me Fidin arrum i falenderu, fakti i falenderoj Fidit. Falenderit djema që jemi bashkë gjithë edhe jenë të mrekullueshëm gjithmonë. Unë përëtëm falimderit edhe njëra Fidan edhe Alban, falimderit Lum edhe Taulant, edhe gjithë atyre cilët fakt janë mbështetësit kryesor, sepse me njëra pas kongës ne shkojmë me marketing. Kështu që Alban për ty kohë. Hajde djema. Do të marrë shqiptarën e në shpi me shur, po du zemrën aty me taksu. Taksoj zemrën tane edhe unë po du, gurbet qarë për shqip të them të du. Një Kosovarë jinan, aman e ti ma kelan, mos e le pa e marti më ke than. Kosovarë jinan, aman e ti në ven me shumë, asa mirë kur shqip më thotë të du. Kosovarë jinan, aman e ti ma kelan, mos e le pa e marti më ke than. Kosovarë jinan, aman e ti në ven me shumë, asa mirë kur shqip më thotë të du. Sonte më ka marrë mali, a kjo pritje unë shpirt më kalli, se besova se me ike,
ti muj që me pike. Mos mendo se të harroj, për gjithmonë të dashuroj. O mos mendo moj se të harroj, rinin time e kujtoj. Aj, aj. Mos mendo se të harroj, për gjithmonë të dashuroj. Shumë faleminderit Shqipëri Kelmendi, faleminderit ju dytë që jeni pazaventshëm. Dhe të papërsëritshëm. Po, ajo pa. Len të theksohet kjo të papërsëritshëm. Mos mendo se të harroj. Kënë s'ki me harru kur, Shqipëri. Ti më njerë shtin logë, në dyshë, më njerë shtin luga. Ka njerë shumë në jetë që nuk harrohen, do me thonë sidomos njerëzit që të kanë bo mirë në jetë dhe të kanë mështet në jetë, ata nuk harrojnë asë njerë, se une gjithmonë mirë njohjen e vlerësoj shumë. Jam shumë mirë njas për krejt njerëz që më kanë më në jetë, po para që me i ronë e kësoj rrugës, i kero ti. Pa. I kero ti para kësoj rrugës, edhe normal që une kom thonë edhe ma herët edhe, po e thëmë prapë, më thonë njeriu kur e humbë prindin edhe nuk e ka ma normal që i ndryshon jetë edhe nuk e harron asnjëherë. Po të më Shqipe, qysh thëmë Shqipe, qysh thënë ka shpia, lobi, po zakonisht dhe me thënë të këshpia dhe zakonisht ata njerëz tu që i ki matë për rafër, ta shtu po të drejtona dhe me thënë këtë për. E di që sot ka ndryshu gjithë shkafe, nuk është ajo kohë që shka qenë ma heret. Edhe të kjo pjesa e Ulqinit unë e di që e kini nostalgji shumë të madhe me Ulqinin, kini histori shumë të madhe me Ulqinin, për shkak se kjo ardhë. Dhe me thonë, bashkë me prallë me Tupanin në atë kohë, dhe me thonë, kjo ardhë para prallës, kjo ardhë si fëmi, dhe me thonë, me familje. Edhe me herët me kolegë që kemi full, i thash na ka una pesë, dhe ka pesë kemi pas një lidhje me Ulqinin, na ka lidhë shumë Ulqinin, dhe normal që kemi nostalgji. Tash me krasu atë pjesën e kohës, ndoshta na kemi përjetu ndryshe në atë kohë, edhe kemi po me tjetër sy, po mu për mdoge që s'ka është pak ma ndryshe. Nuk është ajo që u konë, nëse nuk është ajo ndjenja që është atëherë t'je këndi. Po nështë edhe koha, se si fmi mund është mendi ndryshe, në këtë mu është mund është mendi ndryshe. Po kryesisht Ulqini është i bukur. Pjesa unë tash, pjesa edhe pjesa e ardhjes këtu, pjesa e shfaqeve, pjesa e këndimit, e atmosferës, e mbramive që kanë qenë, të mungon? Unë e këmarë në Ulqin edhe njerë, po e përsërit si kur fëmi, mas nej me më pa thonë dikush si kur fëmi që unë vi me dhonë shfaqin në Ulqin. Për shumë që u konë teatri veror që ma të kaloj në altë. Unë e këmë dhonë shfaqin në kodrë qytetit teatrit Pejes. Pejes, po. Po flasë për vitin, ndoshta 2005-2006 ka mujtë me konë. E këmë përfaqësu qytetin e Pejes me shfaqin emigrantve. Edhe mas nej këmë konë dhe në promet të panë, si aktori komedis, edhe dikur edhe në për restorane ndryshme në Ulqin që më konë si vokalist, si këngëtar, po senet kanë evolu, senet kanë ndru, senet është ndryshe. Të mërmalli për atë koha jo? Po normal që të mërmalli, shumë mërmalli, se e ka pos lezetin e veta. Kur ty në Ulqin, cëta kongë dhe më thonë të vjenë para? Se, avrin, diqysh, hyrja jote dhe më thonë nuk është të zakon si i jona. Hyrja jote me motor. Unë gjithë kër vinë në qenë, që për shemull, që sot kër i mordë për kamerat, si ja këmë që, gjithë e bëjnë një foto, dhe më thonë të hyrja Ulqin. Si hina në Ulqin. Po. E cila kongë dhe më thonë të kujton Ulqinin?
Konga që na kujton Ulqinin është gjithmonë kaloja e Ulqinit, se kemi, dhe më thonë për Ulqinin është edhe për Kosovarët, edhe është një farë hymni kur vim në Ulqin të kaloja e Ulqinit, dhe gjithmonë na ngjall një farë nostalgjie, na ngjall kujtimet, emocion, po. Çfarë gjeni është marrë me motor? Se edhe vjetë dhe si vjetë dhe më thonë vjerë me motor. E qëta si kemi diskutu. Këto si kemi diskutu edhe vjetë pse kemi gjiru një pjesë, nuk e kemi diskutu, une jam i pasionu mas Vespës. Edhe jam një prej themeluzve të Vespa fanatik Prishtinës. Sët prap, se po bjenë shumë me thonë sët, se kur po thonë me motor, qysh jallë me Vespë i Prishtinës, unë jam konë në Rijeke, jam konë në Greqi, jam konë në Dubrovnik, jam konë në Itali, me Vespë, e du, e kam pasjan. Me thonë, kur kam e shku dikon largë, është si kur jemi konë të vegjel edhe kem pas me shku dikon në i Bajrama, diçka, edhe neves në ka marrë i bleshin teshat e reja. Po, të rujt e kryt, edhe one, e bëj gati e ndrejtë, se nesër kom e shku në Ulqen, edhe one me dashni vi edhe e përjetoj dhe jetoj edhe që po thoi këta trit e filliti. E filliti. Qatë fillit me a veç vetë e ki gjithmonë? Vetë nuk më bo rrugë shumë gjata, do me thonë në përjashtim që kemi ardhë në emision të Sama Nikol me Labin, se kryesisht në autoj me grupë. Do me thonë minimum janë 3, 14, 5, 16 deri 20 vetë, ama kur vi këto, edhe vetë e kolizitin vetë ka njerë, po jo gjithmonë. Fëmija janë maraklit motorit? Djali po. Djali kom kolegë. Në më thonë djali kolegë, në më thonë djali vjerë me ty. Bashkë. E bashkëshortja? Po, me voziti kush po. Me voziti, me ty bashkë, dhe më thonë e me rrugën me motar. Po, kemi shku në Greqi bashkë, kemi shku në Itali bashkë. Okej, bukur. Ati mëse qysh nuk e di... Jo, pse, se njerës e shojnë atë varvec për e pak e vogli, kështë nuk ta murë synin, ama e ka... Ka sherën e malë. E ka sherën e malë. Unë jam i pasinu masarna edhe e kam, se thashën e kam kjerën shpe edhe qikës edhe gru se krejton e atin mundësit janë sa dush marë, po unë që ato e du, unë e du marë me Vespë. Po, kur e donë, ekipa si janë e donë. Kur se donë. Kush është personi që ti i qanë hallat edhe dertet me ta? Kom pas shumë persona që kom qajtë hallat edhe dertet me ta, po kove të fundit veç me vetë. Veç me vetë? Pse? Kove të fundit... Pse? Për shkak... Që të i kaj plake, shra me folën. Shra me folën, po. Për shkak se une... Qysh kanë thonë, fjallë e më që me besnik bënë, besë më të nëzana, e shkonë shumë fjallë me venë. Po në gjithë mund jëmë konë i hapën me njerëz edhe vazhdoj me konë deri në atë mos, pa pak kom fillu më kufizu, a bëden se jo që është jëmë konë, se jëmë konë shumë e hakumenu, që qysh jëmë janë edhe të tjerë. Pa. A bëden, por realisht nuk janë krejt njerëzit njajtë, shqyqër që nuk janë krejt njajtë, që më konë krejt njajtë është interesant, po kuve të fundit e bëj dertës me vetë. Okej. Zakonisht njerëzit kritikojnë. Po qka është një sen që ty të kritikojnë ti vazhdojnë prapë me bot njejta? Njerëzit në kritikojnë, për shemë të shoqënia, për shemë më thojnë, pse ki interes me nejtë me filonin. Okej. Unë që kam asë një interes për tina, veç që më rrijet me ta. O pëtë më pëlqenë si njeri, që kam zero interes kam për tina. Tjetra, më thojnë, duesh me ndru se ka ndru koha. O pëtë, unë nuk muj me ndru se unë muj me lujt, sonë me profesionin aktorën, me lujt një rol, një java të ase, po unë pet do të më këthy aj që jam. Nuk mëj me dollë për vetës. Në ditë sot me, kjo ka kostën e vetë. Dhe më thonë gjo që më ka kushtu mu, po me më vetë aje pishman, në thëmë asë njerë në botë. Okej. Asë njerë në botë që më pishman, pëse, aty nëse sila kemi atë riskin tonë, atë pjesën tonë, edhe unë jam shumë kamat me këtë. Ka momente, se të të për neve kemi momente të cikleshme një jetë, kemi momente edhe jo të mira një jetë. A ka pas Shqipërim në një moment ku fakt është ndalë dhe ka mendu pse duhet me bo qëta, po pse duhet me bo këta? Ta është këtë ras muzikën, ose aktrimin? Unë në muzikën e aktrimin nuk mëj minda. Jo, nuk pëj të minda. Po, a ka pas në një moment që i uli ki thonë, pse duna unë me këndu? Pse duna unë me marrë me muzikë? Muj me bëti qka tjetë? Jo, unë e këmë thonë vetës,
pse ty nuk të pranojnë aj që je. Në përdojmë, që unë ma shumë, jam ka zbavicja, realisht ato i du, ka roku, ka kongë të vjetra, po tash ka njerë, tash na normal që duhet mjeu për 7 tregut edhe me këndu are, edhe kongë që në shtanë neve na lodhe nasi, po normal që na jemi për publikun edhe duhet me sërgu ato se që... Cilën kongë i thush vetit shpeshare pse kënoj, kur s'kisha pas qef me këndu? A janë kamerat? Po, kamerat. A janë kamerat. Shumë i du defat, kështu apëtën, kur t'i një që t'je lardi. Amo, kur t'i knaj. Me defa si danë, ha? Apëtën, si janë sanet e domë, vlau, dhe gjyrë. Po, me defa kënë në gradë, ti bi defa. Me defa kënë në gradë, apëtën gjyrë. Na, vokali i burra është pak ma ndryshë, është pak ma... Apëtën gjyrë, duhet pak ma gjanë me morë. Kongë të defa, normal që i kongë kënu dhe se e kanë punë, normal, duhet me bo, po me qef nuk i kënej. Me qef jo, por dasëm në dëtë. Po, ja, pa tjetër, në këna e vlo, në krysi punë, nuk është asë një probleme e punë. A është ndë një kongë që ke ndëgju, që është të dikujna dhe që ke tonë, që kjo është Shqipreu, që kjo është Shqipreu. Thusë që ka bo tekste në kongës për mu. Ka shumë kongë që unë e gjoj vetën tu. Ka shumë kongë... Vish njënën gjema, hajde. Ka Shqip, ka nacionalitetet të tjera. Po. Dhe më thonë, sa lidhet ka zhonri i Zbavicës edhe Rokut Letë, dhe më thonë, gjithmonë e gjoj vetën tu. Po, ndë njënën cëllën për shavëll, hajde. Ku e gjenë, të cëlla e gjenë vetën? Hajde, po e më interesant që kja... Kam kongë vlo që unë krejt kongë t'i du. A vëtën kongë t'i du, se kongë për me i knu duhet me i desht. Në përjashtim deva. Okej, hajde për ndroj pyetjen. Je bu DJ sonte. Po. Edhe po shkojmë në klab që to, po shkojmë pas bresin poshtë dhe po shkojmë... Millennium, po shkojmë. Millennium, po. Edhe shkum, cila është konga e parë që kishe lëshus? Ja, kisha bo defa modern. Moja tigje, me shamit kuqe, dum tap tap. Kapital Tin. Kapital Tin e ka moja tigje. Dhe me thonë kapital moja tigje. Dhe me thonë e kishe lëshu konga e parë. A moja kisha shti dhe ka një të panqë aty. Aty që mja mu i defit. Ha? Mjazë të bon. Okej. Këndë e konsideron rival pozitiv në skenë? Po vetë jem negativ. Jo, njerëzit që punojnë gjithmonë i vlerësaj, edhe gjithmonë këmë thonë, për ata që punojnë edhe din me u gjetë në treg, është me u vlerësu. Kështu që rival, nëse flasim për zanatë dhe për njohje të punës, është muhabet tjetër, për pjesë marketingut është muhabet tjetër. Kështu që nuk shonej, a vëden, rival. Rival pozitiv, o njeri, pozitiv që... Lume. Okej. Shqipe, nëse fakt jo aktrimin edhe jo këndimin, qka kishe mujtë me bo? Kuzhinën e dushëm. Kuzhinën. Në tonë kuzhinjere i mirë. Gatun shpe? Shpesh. Për familje, për ndrek? Shpesh, po. Për rrethin e ngusht, apo edhe për gjanë? Edhe për gjanë edhe për ngusht. E du edhe e ndi edhe e shiaj. Qka për qërë ma shumë tek? Me të lu s'këm të lukuar, se to se këm përvu. A vëtë gjithë, këtu e tjera të krejt. Dhe me tonë krejt tjera të banë. Qka për ma mërshije kështë? O, gjithë shka. S'pëdi shka, s'pëdi krejt. E ta këshim pas diska. Si për pasta, si për grilla, si për tjera, si për... E bëj me qef. Dani, Dzeni, Afrimi, Ymeri, Nysreti. Nuk jam rënë me vlerësu këta, se për një me kanë karrierë dhe kanë të kalu me shumë. Shqipre... Tash me folë muzikalisht edhe me folë kështu,
A bëten si karrierë, se tash njeri do të me i do, a bëten qyshte, a e të full muzikalisht, a e të full për karrierë që i kam bu. A bëten tash i meri për shembull, e kisha lënë pak ma nalë, për tash me karrierë, mundet me konë i 4. Okej. Ose me karrierë i 5, a bëten qyshte. Po, okej. Ta na del në streti, ta na mundet me dalë afrimi, dzeni dhe done, me të mo. Po, jo. Ku apet e doni dalim në badhja. Pse doni vendin e parë? Pse e ka bre një farë shmeki ndrysha, bëden qyshe, i ka do kongë që i kanë jetu dhe vazhdojnë me jetu. Cila është kanga jote preferume? E preferume kështu që tu që kom një kanga dhe është favorite jemja? Labi jone, këmë bo ka qa shumë kongë. Po, veqa ma e jotja një. Po. Pa di që abren po një. Të di që në vi prej rrugove, së në kom kongë në 3 rrugova që du mas shumë të mbot. Dhe është konga që këmor mas shumë të mesazhe mbot për Amerikës e për kitë diasporës kërë dole e kongë. Lako, po normal. Po ka dhe kongë të tjera, po los që në i kongë vazhdim me shpërthy dhe me ngre dhe këto tjerat me veti. I përshëndesim këtë lakot ku të që jonë. Lakot ata din shore, a vedi ti. A vedi ti, e. E kem na pak dialektin, pak mase, pa më ndryshë. Mirë. Qka ka sekret dhe qka që pak njerëz e din për ty? Njerëzit gjithmonë që nuk më njohin mu, më paragjikojnë, shumica që më kanë thonë mas nej, kur jam njoftu me ta, më kanë paragjikuar dhe më kanë po si tip tron. A vëden qysh. Po, unë realisht jam shumë shok. A vëden edhe jam shumë besnik, edhe jam shumë mendoj që jam i fjallës, edhe mendoj që jam super sinqert. Okej, bravo. A i ka realizu ato andrën në cilën pak të ke dashtë? Jo. E cila është aja? Jo, njeri ju ka endrat e më dha, njeri ka endrat më dhaja. Më dhimet vetja që nuk ku mujt me dhonë ato që muj me dhonë. Okej. Më dhimet vetja, sakt, më dhimet vetja, ose nuk kom dit me menagju vetën, ose ku ta dion. Po, ndoshta kisha thonë shumë a shumë, sa që ku jam. Kush të bënë me qenë gjithmonë i lumë të një bësqeshëm? Gjithmonë familja. Familja. Gjithmonë familja, nusja dhe fëmijët edhe rrethja. Gjithmonë familja. Që më kam përkra edhe vazhdoj me përkra gjithmonë. Ja, nisëm... Edhe kërë këm pas gabim kam përkra. E di. E di. Shqipe, kujtë tush faleminderit këto momente tek ky Samani ka familjave? Faleminderit mas por e thëmë kamermona, që jo në thonë të me neve, si lodh pak. Edhe lumit e rrugit, edhe labit që nga kaftu sonte, edhe krejtë spënzarë që sonte të iki, edhe që nga mundësojnë me bo këta. Edhe falenderimi maj madhi ta konë Zotit që na përshëndetin familjen edhe të natë mirat, edhe që nga mundësojnë me vazhdu punën tonë. Më falë ku i thush në përbjent një kafe me labin? Unë gjithmonë, jem tip që gjithmonë kërkoj falje. A dim sepse jem pak temperament edhe ngutna dhe... Mërsa ndej... Apo, ta na i bipish ma. Adin me njerë më këthet. Dhe me thonë, krejt njerëzit që... kanë mendu që une i kom lëndu ose njerëzit që më kam paragjyku ose njerëzit që ma mojnë një fjallë në mend, dhe me thonë krejtëve kërkoj falje se kur një jetë nuk bëj diçka me qëllim ose me paramendim. Faleminderit, ku i që tu? Faleminderit e thëmë vëqë Zotit për të mirat që me jepë. Shqipe, unë për të thëmë faleminderit, edhe uroj që e kena pas një natë bashkë bukur. Ti ka pak për më shtene për dë... Pa duhet ka jere. Citata... Duhet ka jere. Pak për më gushtan. Duhet ka jere. Më që mirë më se si përmende edhe tjertë. Jo. A dënë që dënë edhe një atë, apo edhe një pes që kombinim kështu. A dënë një pes që në kajmak që për të të lumi atje. Jam tip që i vlerësoj krejt. A dënë i vlerësoj krejt se cilë e ka atë riskin e vetë dhe ka kapacitetin e vetë, duhet me vlerësu se cilit ato që ka banë. Po, duhet me thonë pirola për punën që e bojnë.
Edhe për fund, po e përmbyllim kështu bashkë, me qka për përmbyll? Hajde me një refren, ndonjë në sprej këngëve. Unë kam një balad që kam e lancu tash, që kam e dalë shumë shpejt. Edhe kam një këngë tjetër që e kam bo për dosta, që thot, hajde rri me dosta, hajde pi me dosta, gruja nuk ka ku me ik, të shpia ki për det. Hajde rri me dosta, hajde pi me dosta, gruja nuk ka ku me ik, të shpia e ki për det. Kjo është për dostat që s'po vina, dhe në kërë Po të që kur s'mlenë, po, se zakonisht që tu të bigrave. Edhe kam baladën, ta nezimi i fije mikrofonin. Po. Me këngën e Shqipreut, po e përfundojmë, dhe më thonë, me refrenin që akuma nuk ka dalë, po e përfundojmë këtë bised, po i falenderoj edhe njëra gjithat atë cilët fakt janë me Sama një kafe mlabin, por edhe atë cilët fakt në mbështetin. Hotel New Mediteran ku për realizojmë, faleminderit Prishtina Tiket që udhtoj bashkë me ta, Aria Petrollin, Pavin Cafe, Prime Travel dhe Valone. Ekipit radiozues të Radio Televizionin 21, Vula Pen, faleminderit shumë që janë pjesë e këtij rrugtimi tam. Kështu që jemi gati, gjithçka bashkë me Lumin, bashkë me Taulantin, bashkë me Shqipëriun. Ku e kam tradhtarën tem, se don kjo zemra jem, se jam gati o krejt me ja fal. S'kam qka me bona, shlet me tradhton hala, o veç let vjen se tash një s'muj me na. Jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu, sytë tu me ndyrvoj qeli. Jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu, në zemra jem, të me dasho zemra jem, s'muj pa ty o zemra jem, sytë tu i kam problem. Unë pa ty e ti pa mu, e s'mujna na dy mu largu. Unë pa ty e ti pa mu, jo nuk e mujna me u largu. Sytë tu me ngjyrboj qeli, jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu. Sytë tu me ngjyrboj qeli, jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu. Jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu. Sytë tu me ngjyrboj qeli, jam vetëm për mu, po më verbojnë si reze djeli, me to jam fiksu. Sytë tu me ngjyrboj qeli. Jemi bashkë me Sama një kafe me labin, dhe këto momente është David Reshaj bashkë me mu. Sytë tu e këndove, mirë se erdhe. Mirë se vjen Alavinat. Është kënaqësi që jemi bashkë. Edhe për mua hera e dytë. Është hera e dytë, por kësaj here unë jam tek pjesa jote. Një orë malëzi. Në malëzi tek pjesa jote. Është e veçantë kjo? Po, absolutisht. Kam disa vite që pres me realizu edhe një intervistën në Ulqin. Në Ulqinin tonë të bukur edhe
Faleminderit për ftesën. Thank you for having me. Okej. Kështu, sytë tu e këndove bashkë me bendin, me këta tret. A jonë sytë tu hala diku? Po, aty thot sytë tu me ngjyrë bojqelli. Po ato bojqelli. Ngjyrë blu. Ato bojqelli, a kanë ardhur hala ajo? Edhe kanë ardhur, edhe s'kan ardhur. Do të thonë edhe po edhe jo. Po. David, ç'është është vera për ty? Mirë, me shumë angazhime, shumë impenjume, por mundohem me u adoptu dhe me shiu maksimalisht sepse vitet e para të karrierës gjithmonë e kam marrë me stres, i kam marrë që të krijoj connections sa më shumë që me krejt me elon mirë, me krejt me çdo verë me mujt me arrit një sukses më shumë, po tani jam tu e shiu maksimalisht labinot, edhe po i la gjanat me rrjellshëm natyralisht. Kur jemi këtë pjesë të Ulqinit, sa e prezent? Sa shpesh je prezent në Ulqin? Më bjen goxha shpesh me orë, po jo sa më përpara. Në fëmirit hershme jena arrit këtu, kena kalu ka një muj ditë pushime me familjen, edhe kam shiu maksimalisht. Tani më shumë shkoj në Budva, po edhe në Ulqin goxha shpesh me vjen. Po kështu me punë, me angazhime, me mbrëmje, me koncerte me Ulqinin? Kam kënu disa herë në Shesh, te plazhi i vogël, po ende në përkllube nuk kam filluar në Ulqin, shpresoj se këtë sezon të fillojmë. Këtë sezon. Kur jemi tek vera, cila verë për ty ka qenë vera më e bukur që e mban mend? Edhe viti i kaluar, edhe para 2 vitesh, këto 2 vitet e fundit kanë qenë shumë intensive dhe me pak fjalë mund të them se po jetoj ëndrrën time të fëmijës. Po jeton, domethënë. Je realizu, je kompletu? Jo ende. Jo ende. Po në cilën sferë tash të speku apo për muzikën e keni fjalë? Për muzikën po vlasë. Për muzikën jo ende. Jo, gjithmonë mundet më mirë, është shumë interesant kjo pjesa e artit që gjithmonë mundet më shumë me hustle, me grind. Se po përdor ndoshta shumë fjalë angleze, po. Jo, është pa merak. Ashtu po më vjen. David, kur flasim bashkë këtu, edhe aq më tepër kur në fakt se e dim që ti e këtë pjesë tonë dhe industria e muzikës është kryesisht të bjen me dalë me Shqipërinë ose me Kosovën. Sa ke gjetë bashkëpunim, sa ke gjetë gjuhë përbashkët, sa ke gjetë mirë kuptim me tregun matan kufinit, po e them. Po, seriozisht në fillim ka qenë goxha zore dhe vështirë sepse nuk i kam njoft producentët, nuk i kam njoft rrethin e showbizit dhe rrethin muzikor, po duke kalu vitet me kohën, ma do mendja se gjithçka po vjen në kohën e momentin e dur, dhe Kosovën e kam shtëpi dytë, më shpesh shkoj në Kosovë se në Shqipëri. Mund të them lirshëm se shqiptarët e Kosovës janë shumë kreativ në produksion, në muzikë, në realizim të videoklipeve, kështu që është një shtëpi e dytë për mua dhe është një Hollywood i vogël për shqiptarinë, dhe pa Kosovën nuk do e kisha gëzu karrierën që e kam ndërtu deri më sot. Kur jemi tek bashkëpunimet edhe tek këngët, edhe me Blenon ki pas bashkëpunim, edhe bashkëpunimet cilat i ki pas, i mban mend njerëz të parë që faktikisht kanë ndihmu dhe ta kanë hap derën? Po, absolutisht. Nuk ka qenë kështu shumë e lehtë, Lebanot me thonë drejtën, sikur po shkoj me trokit në një derë të huaj, le të themi kështu, në fillime dhe u çel kështu me buallek, themi ne majsort. Po ka qenë pak sfidë, pak luftë, pak mundim, pak këmbgulja ime, domethënë dëshira, pasioni i madh dhe vullneti për punën, mendoj që ma kanë lehtësu pak këtë pjesë. Je dëshpëruar për dikujt? Po, absolutisht, shumë. Ka ndonjë emër që në muzikë prapë? Po. Po, ka shumë, se dija i kisha potencua. Po deshe i potencojmë. Për kujt je dëshpëruar? Po, unë e di për shembull se unë kur vi në mision të ti, se ishte shie shumë, që për hatrin tëmë të e them, një emër se ti ke besoj edhe shumë shoqe Afroditën Dreshaj. Po? I dëshpëruar? Po, jena blok. Blok jeni, do të thonë. Do të thonë blok? Për zotin, po. Pse ndodhi kjo? Po, edhe pse jena kushëri edhe jena në brez, do më thonë tretin brez jena shumë ofër, jena rritë në një katun që rrethon Tuzin, Majësit e Madhe, po nuk e di do të me pyet ndoshta Afroditën. Po me këto tjera të ke raportet e mira me Lirien, me Eminën? Po, me Lirien, me Eminën po, dhe Emina më ka supportu maksimalisht. Po, Afrodita më do menja, ndoshta më shoh si konkurrent. Se më vaj pak shaka, po.
Nuk e di. Nuk e di, blok. Është personi vetëm që e ke blok, apo edhe është ka edhe dikur tjetër? Ka sa tu. Ka sa dush, ha? Ku ja kilon Edhe hiç spiritoj me. Ku ja kilon sin për herën e fundit? Nuk losin, vetëm nëse s'du fare komunikim nuk i qel. Nuk jam person që jam shumë cenik, nuk i ignoroj njerëzit. Absolutisht. David, leje këtë pjesë t'ju jenë këtu edhe po dalim ka Kosova ose ka Shqipëria. Jemi në plazh, jemi në Kabo, edhe jemi bashkë po marr shembull, po je gjatë ditës këtu edhe në këtë plazh është veç një shazllon. Okej. Edhe në çfarë shazllon je i shtrim ti? Kujt ja kishe lëshuar shazllonin prej kolegëve? Edhe i shoqu vetë ja kishe lëshuar shazllonin. Nëse qëllon dikush në plazh. Jo, s'qëllon kërkush hiç. Veç ti je. Veç ti je. Po atë pse më lëshu dikush? Po vjen i kolegi joti. Okej. Cili t'ja kishe lëshuar sa shazllonin. Po nëse sa dikush që unë e kam mirë me to ose, ha? Tash atë ziu nuk kujt ja kishe lëshu. Kujt ja lëshon? Me qef ja lëshoj Ermal Feyzullahut. Ermalit. Po, kam shumë respekt për Ermalin edhe e respektoj shumë edhe familjen e tij. Kam një bashkëpunim me to, kena kalu jashtëzakonisht mirë dhe kisha bërë edhe 5 bashkëpunime tjera me to. Më thonë Ermali. Po, absolutisht, me shumë qef bile. Koni kishe lënë në çfarë shazllon me pjek dielli mirë kështu? A ka dikat? E thash një emër. Një emër. Dhe me thonë, nuk po hymë aton, nuk po hymë dhe me thonë aton. David, e di që njerëzit ndoshta për me dasht, për me të njoftë edhe shumë ma mirë, pa tjetër që janë karakteristikat e tuja. 3 karakteristikat e tuja që faktikisht nuk i kish palos kurrë dhe nuk i kish tregu për shikuesit. Cilat janë që muj mi gjetë të këty? Shumë pyetje mirë. Që mund të këndoj edhe opera. Okej. Se jam shkollu për opera 8 vite, shkollën e ulët të Podgoricë në Maltëzi. Nuk e di, a kam ende atë timbre, se ndoshta muzikalisht për disa kritik muzikës mund t'inglloj keq kur që po e deklaroj këtë gjë, sepse duke fokusu te muzika moderne dhe ekskluzivisht, dhe më thonë pop, nuk e kam praktiku shumë operën. Po, këngët klasike, kështu që ndoshta edhe e kam humbat pjesë se nuk i këndoj ashtu, po nuk këndoj më ashtu, po një tjetër karakteristik që ndoshta nuk e kam shpalos kur për publikun e gjërë është mund të them labinot që ndoshta pjesat që ju besoj shpejt njerëzve. E fitoj besimin. Domethënë, unë vetë si tip, si natyrë, si karakter jam pak më i vështirë me u shoqëru, më do të pak kohë me i besu njerëzve, po e jap veten çashtu si jam edhe si di. Në moment. Edhe ndoshta ma marrin si dopsi mas një copë kohë, ose ndoshta thonë pse po aktron ky. Pse po shtit ose çen ka me mall ose egoist. Po kjo ka të bëjë vetëm se ndoshta s'di ndryshe kjo lloj natyre jam. Kështu që jap veten shpejt edhe ju besoj se mendoj se janë gjithë e kanë mirësinë me vete, se tash letë është me fol për vete, po seriozisht nuk ja du dikujt të keqen. Edhe nuk ja kam inat dikujt, kështu që shumica njerëzve e kanë të keqen me vete dhe unë këtë kanjerë nuk e kalkuloj. Edhe mendoj që i kanë good intentions, i kanë qëllimet e mira njëjtë siç i kam unë me ta. Po kjo është jeta. I zgjidhe problemet me shtetin? Jo, absolutisht jo. Jo, akoma? Jo, sepse nuk ka hyrë ende në proceset gjyqësore, rasti i Parkut Nacional atje, po gjithsesi na shqiptarët nuk dorëzohen na letë. Okej. Që e kam marrë me pozitivitet më qetë. Nuk ishte një kauzë lehtë, po tash unë vetë do jemi parë, unë jam shumë transparent edhe me publikun, edhe do jemi parë që do deklarohem, do e shpall se çka ka ndodhur, pikat më tutje. Çfarë do lloj vendimi që të merret, po A mendon që do të dënohesh? Po s'kan për çka, vetëm nëse duhen me tregu veten për të keq siç e kanë treguar në shpesh raste dhe shumë herë me shqiptarët e Tuzit, me shqiptarët e Malit të Zi. Domethënë veç nëse dojnë? Po, vetë gjyqësari më ka thënë që nëse kam pas raste David, avokati më konkretisht, kam pas raste kur kanë pas drejt 99%, po çaj 1% që nganjëherë është edhe te gjyqtari fjala përfundimtare ose ai ja vendos vulën, kështu që
Edhe nëse humb, edhe nëse nuk del I pastërt, që jam 100%, është më ka thonë me një fjalë welcome to Montenegro. Kështu që Okej. Urojmë që të shkon mirë në bazë do s'ka. Shpresoj besoj unë se po. Nëse është dashur me lënë se shumica, unë po e flas me tonë këtë pjesë se juja shumica e kanë lënë. E kanë lënë këtë pjesë, me tonë edhe kanë ardhur, jetojnë në Kosovë ose jetojnë në për diasporë. Ku? Kosovën në thash shtëpi dytë, po a Kosovën apo në një vend më të largët? Më pëlqen edhe Tirana, edhe Prishtina me jetu, po veçanërisht për punën, për muzikën që bëjun, po ndoshta kisha jetu edhe diku më larg. Ku? Për shembull? Për shembull në Amerikë. Në Amerikë. Më pëlqen sistemi atje, edhe pse ndoshta shumë njerëz nuk janë pajtimit me mua as nga më të afërmit e familjarët e mi, po nuk e di. Më pëlqen privatësia, më pëlqen ambienti vendi atje. Edhe pse dy herë ma kanë refuzuar vizën në Labinat. Po, a? Po. Sidomos shumica janë pjesës juj që kanë shkuar në Detroit, kanë emigruar të Amerikës. Shumë ka mësuar që kanë emigruar në Michigan. Okej. Më konkret. Unë zakonisht në kuadër të emisionit Summer, gjatë këtij sezonit, secilin prej artistëve e kam pas një sfidë. Në rregull. Edhe I kom rëndit disa prej këngëtarëve dhe prej pozitave të ndryshme, për shembull, që mi bo prej pozitës 5 deri në pozitën e parë. Okej. Me vendos. Por para se të vim të ajo pozitë, më tonë të pozita e parë, edhe para se të përmendi ata emna, për du më të përmend 2 emna. Kështu më tonë. Ama I mirë Ermalia Blera. Çfarë veti dhe më po. Me të dy kam bashkëpunit Labinat. E për tash. Ndoshta, a do të po tjetër më përgjigj? Po, pajtuat, te sa ta bëna pyetjen duhet. Blera s'është, ja. Shkoj. Po shumë brapa. Ja, s'është, ka shku. Okej, veç shiko, vetëm shiko, me të dy kanë një këngë shumë mrekullueshme dhe I du shumë edhe I këndoj gati në çdo event, edhe ma kanë dhënë suportin kur mund të më thonë mu më është dashur sepse ata janë artistat konsolidum edhe e kanë dëshmu veten në treg që sa vite, po kisha shku me Ermal Feyzullah unë. Me Ermal. Po. Okej. Rënditmi 5 vajzat. Elvana Gjata, Okej. Dhurata Dora, Dafina Zeqiri, Okej. Tajna, Melinda Ademi. Prej pozitës 5 deri në pozitën e parë. Këndë vendos pozitën e 5. Okej, unë po I rëndis sipas se të gjitha janë të mira seriozisht për zhanrin dhe për muzikën që e bëjnë. Të gjitha I përcjell, po e kisha rëndit të 5-ën Tajnën ndoshta. Okej. Të 4-ën Melinda Ademin. Jo pse muzika, nëse ata jap një justifikim. Po, patjetër. Jo pse muzika rap nuk më pëlqen ose pak me egër për gjininë femërore, po jam më shumë të kjo melankolike, jam më shumë të popi. Edhe po ta shikosh playlistën time në Spotify, krejt janë, domethënë, artista të muzikës pop, si gjinia femërore, si gjinia maskullore. Pa. E treta, kush ishte tjetër? Dhurata, Ivana dhe Dafina. Dafina, po. E dua shumë edhe Dhuratën, po e kisha pozicionu të tretën, se isha në dilema me vendos dytën apo të parën. Edhe të janë 2 divat shqiptarisë, njëra është Kosovës, njëra është Shqipërisë, Elvana dhe Dafina. Shiko, janë krejt tjetër. Okej, kisha thonë Elvana e dyta dhe Dafina e para, vetëm për arsye që ka eksperimentuar më shumë për gjatë karrierës me krejt zhanret e mundshme muzikore. S'ka lënë gjapa I bë karrierës në stilin muzikën gjithçka. Është shumë e guximshme, më pëlqen. Okej. Po më pëlqen edhe Elvana mënyra se si këndon edhe vokali I saj. Është shumë unik edhe është njëra ndër këngëtarët më të mira shqiptare. Okej. Ledri, Noizi, Okej.
Kapital T, Mike, Lumi. Okej, dy vendet e para easy, sepse s'ma kallon mundësin për bashkëpunim, dy prej tyre. Kush o kush? Ja, tash, se ka kaloj interesante. Se ka kaloj interesante se... Letre nojse. Do ka lë morfy, me qitë gjona, po thëna. Jo, absolutisht nojzin se kam taku ose njëftu na herë personalisht ende. Letrin po para shumë vitesh, po e kisha rendit 5 majkun, nuk ma ka dhe mundësi për bashkëpunim. Okej. A little revenge. Si jena në muzikë, prapë është konkurencë, prapë është biznis, lavinot, më shikon të diqëm. I katërti, prapë as Lumi edhe pësë është malësore dhe i Tuzit, malësi smole. Po, asaj... Ska dosh me bashkëpunu me mu, nuk e di pse. Okej. Dhe shkojmë me Lumin, e Kejosave të katërtin, të tretin, kush ishte Lnojzi, Ledri dhe... Kapital T. Kapital T. Kisha shku me se dim. Wait, it's tough. Kisha shku me Ledrin tretin, Kapital T i dyti dhe Noizi i pari definitiv. Pse Noizi i pari? Po vetëm mënyra se si e disiplina e tij, pasioni, dëshira, dashnia për muzikën, mënyra se sa vite është në treg, mënyra si e marketizon veten. Gjithçka rreth tij është e mirë menduar në karrierën e tij, kështu se më pëlqejnë njerëzit që dinë me menaxhu mirë veten, se karriera mendoj që është diçka për të menaxhuar. Edhe ka që jep dorën për gjithçka që ka arrit me bën karrierën e tij. Okej. David, Big Brother Kosova apo në Shqipëria? Se di... E kom pas një ftesë para 2 vitesh mos gaboj për Big Brother Kosova, po s'ka qenë, nuk mendoj që është momenti i duhur ende. Po njëjtë, kudo që t'jepet mundësia, s'po di, kur t'jetë momenti adekuat. Në cilën ma përpara? Kosovës apo Shqipërisë? Shqipërisë nështë. Shqipërisë. Po të firma VIP? Qa me ndonë për firma VIP? A je kafshve? Inkuadrum të kjo pjesë. Jo shumë, edhe pse jam rrit në një katun që ka pas shumë bakti në qarkullim kur kam qenë në fëmijë, po jo, më mirë Big Brother, më mirë se në bëjmë aty. Më mirë se më bëhur para kamerave dhe para njerëzve. Rëtësha a kënga magjike? Unë debutimin tim në karrierë të parë kam bërë në këngë magjike. Këngë magjike, po. Do shta kisha shku me këngë magjike, sepse radiotelevizorin e Shqipërisë ende se kam tentuar, se kam provu. Okej. Diçka për krejt ata faktikisht që të përcjellen? I dua i respektoj shumë seriozisht edhe mundohem nuk e kursej veten e jap maksimalisht kudo që shkoj dhe interpretojnë bashkë shqiptarinë, edhe faleminderit që më suportojnë, faleminderit që ma dëgjojnë, ma duan muzikën, edhe faleminderit që më pranojnë edhe më lajnë me shpreh veten artistikisht, se unë pëlqen shumë labinot edhe me u shpreh artistikisht edhe në imazh edhe në stil edhe në trim flokëve, më thonë, faleminderit që më pranojnë për ato që jam edhe që vazhdojnë me suportu krejt që unë të bëj edhe çdo ide që unë kam për me shpalus. Okej. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit klasi që ishim bashk, edhe uroj që vish për të mirat që jam. Vetëm për të mirat. Cheers. Gëzuar ty, gëzuar edhe juve treve, e gëzuar për i thëmë edhe shikuesve, sepse ishim bashk edhe sonte bashk me David Dresha tek Samani Kafe më Labi. Summer një kafe me labin mbështetet nga Prishtina Ticket, Aria Petrol, Pavin Cafe, Prime Travel, New Hotel Mediterranean.